Jemi sërish në studio, të dashur teleshikues, do të vazhdojmë ende të jemi në fushën e mjekësisë, pasi që sot e kemi të ftuar një gastroenterolog, është zotëri Mehat Ramadani, me të cilin do të diskutojmë shumë probleme shëndetësore, sidomos ai i cili ka kapluar jo vetëm rinin, por ndoshta të gjitha mushat, është një problem i të qëndruarit ulur gjatë gjithë kohës ose shumicën e orëve që i kalojmë thjesht që jemi pra gjatë përditshmërisë sonë. Si ndikon kjo në shëndetin tonë dhe si duhet ndoshta të gjejmë atë zgjidhjen adekuate, për shembull nëse jemi duke punuar qoftë në zyrë apo në një ambient tjetër ku jemi ulur për shumë gjatë, cila është zgjidhja? Do të na tregoj vetë zotëri Ramadani, të cilin e kemi sot në studio. Mirë se vjen. Mirë se e gjej, faleminderit. Faleminderit shumë doktor që jeni sot bashkë me neve. Kënaqësia është e imja të jem në emisionin tuaj. Kënaqësi edhe për neve, sepse ne e dimë çfarë misioni të shenjtë keni, çfarë ditë të ngarkuar e keni dhe në fund të ditës prap gjeni kohë që të jeni bashkë me neve dhe me shikuesit tanë. Patjetër, sensibilizimi i popullatës është elementi kryesor i një mjeku. Pastaj vjen trajtimi adekuat dhe kujdesi tutje. Pra, fillimisht tentojmë të sensibilizojmë për të shmangur një problemi eventual, e nëse veç problemi ndodh, pastaj jemi për dashuruar. Doktor Ramadani, shumica prej neve kalojmë kohën më shumë se sa 8 orë ulur. Cilat mund të jenë problemet që mund t'i kemi apo t'i hasem gjatë këtij qëndrimi kur na bëhet një rutinë e përditshme, sigur kjo? Kjo është një gjë e cila ndodh në kohët bashkëkohore dhe më pak është hasur në të kaluarën, për shkak punëve që i kanë kry njerëzit më herë dhe që ne i kryjmë sot. Pra, qëndrimi ulur, ul aktivitetin e muskujve, rrjedhimisht ul edhe aktivitetin e punës së zorëve që i përket lamison, për të cilën edhe jemi ftu këtu, dhe rrjedhimisht shkakton edhe konstipacion, shkakton edhe kapslëk, rrjedhimisht edhe pasoja që vinë nga kapslëku dhe nga pozicioni ulur, siç janë për shembull edhe tema sotme që janë kanë hemoroidet. Po, patyshim do ta kemi një fokus të veçantë tek hemoroidet, pasi që është themi një problem popullor. Disa ndoshta e shfaqin, disa nuk e shfaqin, disa nuk konsultohen me mjekun e duhur pra adekuat për t'i marrë këshillat adekuate. Pse ndodh kjo? Pse ende kemi një lloj thjesht rezerve për t'i shfaqur problemet tona që i hasim çdo ditë? Në praktikën time të përditshme me pacient, fatmirësisht niveli i vetdijes ndoshta në kryeqendër është më i rritur dhe nuk është që shumë ndoshta hasim. Periferia mund ta ketë, pra ndoshta në vendet pak më larg qendrës, kryeqendrës, mund të ketë një hezitim tillë, po pikërisht ju shumë mirë bëni që merrni fushata të tilla për sensibilizimin e popullatës për diçka që ndoshta mund të jetë ndonjë vend tabu. Pra sensibilizimi është shumë gjë e rëndësishme. Mjeku është vendi i duhur ku duhet shku rrëfy problematika shëndetësore, sepse vetëm aty mund të gjendet trajtimi. Aq më tepër kur në kohën e duhur dhe jo vën. Doktor, si mund të definohet problemi i hemoroideve? Cilat janë ato shenjat e para të cilat pacienti mund t'i vrej? Hemoroidet janë vena të fryera të fundit zorës. Po. Pra, nuk janë diçka me risk, me rrezik të madh që mund të alterojnë, që mund të ndryshojnë natyrën e vet për të shfaqur masanej ndonjë smundje kanceroze, maligne, diçka e tillë. Pra, nuk përbëjnë rrezik të transformimit të tillë. Por megjithatë problematik është, japin probleme te pacienti prej ndjenjës diskomfortit, masanej rrjedhjes gjakut freskët, kruarjeve rreth fundit të zorrës trash, dhe pra thjesht pacienti nuk e ndin veten mirë dhe gjithmonë është në një presion i cili varësisht prej gradës së hemoroideve, pastaj ka edhe ankesat. Po, kur i përmende gradat e hemoroideve, sa grada janë, ose cilat janë ato fazat? Po, hemoroidet gradohen në 4 grada dhe 2 gradat e para janë hemoroidet vetëm të brendshme, pra që nuk e kalojnë jashtë, nuk kalojnë pra për të dukur me sytë gjatë ekzaminimit, dhe 2 gradat tjera, grada 3 dhe 4, janë gradat të cilat vetëm hemoroidet dalin prej zorrës trash jashtë që mund edhe të vërejnë. Te grada e tretë ka mundësi edhe të rregullimit hemoroides, futjet mbrenda, tërheqjes mbrenda të hemoroidit kur përmirësohet, kur mjekohet nga mjeku në mënyrë adekuate. Ndërsa grada 4 është kur një hemoroid kalon zorrën, del jashtë dhe nuk mundet pavarësisht mjekimit medikamentos të thehet mbrana. Dhe pikërisht të 2 gradat e fundit, pra grada 3 dhe 4 janë indikacion për intervenim kirurgjik, pra kirurgjikisht për t'i largu. Ndërsa grada e parë dhe e dytë ka mundësi
deri diku edhe treta. Ka mundësi edhe me mjekim medikamentoz, me ndryshimin e stilit tjetës, me ndryshimin e ushqyeshmërisë, për të trajtu, por mos të kalu në ndërhyrje kirurgjike. Mirë po, edhe nëse trajtohen, nëse pacientin ndihet mirë, unë shpesh me pacientët e me përdorin një shprehje derisa nuk të munojnë shumë, mos bë diçka. Në momentin që bëhen të padurueshme, normalisht edhe mjekimi kirurgjik duhet ndodh. Doktor, e vrem pacienti qysh prej gradës së parë që po përballet me një sfidë të këtillë? Jo gjithmonë, sepse hemoroidet e gradës parë dhe dytë mund t'i vrej pacienti vetëm nëse ka rrjedhje gjaku, pra ka gjak të kuq me jashitje. Atëherë mund ta di se diçka po ndodh me zorën e vet, me zorën e tij. Por jo, sepse nuk duken nga jashtë, nuk mund t'i heton, nuk mund t'i vren pacienti, por momenti i paraqitjes gjakut në jashitje është një red flag, është një alarm, një sinjal i kuq që diçka po zhvillohet. Gjaku duhet jetë në enët e gjakut, në shtratin vaskular. Në momentin që nuk është aty, është një sinjal, është një alarm që diçka po ndodh aty. Dhe pikrisht këtu është frika e jone, doktorëve, sepse pacientët gjithmonë referojnë ankesa, ndërsa ne gjithmonë shqetësohemi për rreziqet. Ne ankesat nuk është që shumë na bëjnë përshtypje, ne vetëm i përdorim për na drejtu drejt diagnostifikimit. Nëse ne e eliminojmë komponentën e rrezikshmërisë, mosane këto nuk janë shumë të rëndësishme. Pse nuk janë shumë të rëndësishme? Sepse derisa mund trajtohen në mënyrë medikamentoze, trajtohen. Kur nuk trajtohen, fillon trajtimi kirurgjik, heqen në mënyrë kirurgjike dhe pastaj pacienti për një kohë gjatë nuk ka probleme. Por rreziqet janë shumë të rëndësishme. Këtu dua të potencoj. Një prezencë e gjakut në jashitje duhet patjetër një pacient të kontrollohet te mjeku. Pse? Sepse prezenca e gjakut në jashitje mund të ketë shkaktar të ndryshëm. Dhe pikrisht për gjetjen e shkaktarit duhet lajmërohet tek mjeku. Si gjendet shkaktarët? Shkaktarët më së miri gjenden tashmë kohën e fundit edhe me endoskopi. Pra, kohët e kaluara ka mund mos ketë ose vendet rrallat ketë endoskopist si që jemi ne për të diagnostifiku problemet e zorrave, po tash ka mjaftueshëm, pra duhet të vinë pacientët tek ne për të bërë një endoskopi, për të pa problematikën prej nga rrjedh gjaku, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Unë has çdo ditë pacient që kanë thojnë me vitet prezencë të gjakut në jashitje. Kjo është rreziku, sepse hemoroidet maskojnë shpesh herë sëmundje shumë serioze. Duke ja lënë hemoroideve zhvillohen të sëmundje shumë serioze që nga njëherë po bëhet vonë kur po lajmërohen pacientët. Ani pse nuk janë transformuese siç e cekët në fillim? Ndoshta problematika është shumë më serioze se sa hemoroidi, sepse prezenca e gjakut pacientët mendojnë që kanë hemoroide dhe e lojnë si të tillë, sepse por sëmundja vazhdon, progredon derisa bëhet shumë. Pastaj pacientët lajmërohen vetëm kur sëmundja ka progreduar, kur është zhvilluar shumë. Kjo është vonë. Uroj mos ta ketë askush këtë, sepse është problematik në jetë. Pra neglizhenca nuk duhet thjesht asnjëherë të aprovohet nga askush. Absolutisht. Mjekun më të afërt, gastroenterologun më të afërt shkojnë e bëjnë një kontroll rutinore, pastaj gastroenterologu e drejton drejt nevojave të tjera ekzaminuese patjetër. Doktor, ne filluam realisht bisedën me idenë e qëndruarit ulur. Është gjithmonë ky shkaku apo ka edhe shkaqe të tjera pse hemoroidet shfaqen? Jo, ka edhe shkaqe të tjera. Fillimisht na gjithmonë folim për aspektin gjenetik, pra mund të ketë antar të familjes tjerës që është pike dëpët e një kodi gjenetik që mund ta përcjell gjenerata në gjenerat. Pastaj janë peshngritjet, ata që ngritin pesha të rënda janë predispozuar për të pas probleme të tilla. Një gjendje fiziologjike, një mrekulli që ndodh te femrat mund ta shkaktoj. Shtatzania. Një fetus, një beb i madh në mitër mund të bëj presion shumë në zorë dhe të shkaktoj hemoroidet në zorë. Pra nuk është një shkaktari, shkaktarët janë të shumt. Një tjetër që haset shumë shpesh është edhe konstipacioni, kapslloku, sepse nëse pacienti vuan kohë të gjatë nga konstipacioni, çdo herë gjatë defekimit, kryerjes së nevojave fiziologjike, nga pak dëmtohet zorra dhe dikur bëhet pak më e vrasht derisa shfaqen edhe hemoroidet për shkak presionit brendshëm. Megjithatë, me që po flasim edhe për pjesën e zorëve, dua të ndalim pak tek mënyrat e ushqyerjes sa ndikon, po ashtu edhe pijet e gazuara. Edhe pijet e gazuara, edhe fast food ndikojnë keq në përgjithësi në punën e zorëve dhe tek hemoroidet. Tek hemoroidet preferohet ushqimet që kanë më shumë fibra.
sepse këto parandalojnë një konstipacion, një kapsullëk dhe rrjedhimisht shkaktojnë përmirësim të klinikës së pacientit, domethënë zbutje të simptomave, zbutje të ankesave deri në eliminimin e plotën. Pra, një është ushqimi me fibra, e dyta është konsumimi i sasisë së duhur të lëngjeve. Kur po them lëngjeve, nënkuptoj prej ujit dhe tek lëngjet normalisht jo të gazuara, pra lëngjet e pemëve që ne i konsumojmë, mundësisht jo me shumë sheqer. Jo me shumë sheqer, sigurisht. Për mos thënë pa sheqer. Sës po flasim për këto pijet energjike dhe këto pijet e tjera të gazuara. Absolutisht jo. Ato janë një jo e madhe nga doktori? Gjithmonë. Gjithmonë. Unë kur flas për pijet energjike, them një gjë. E vërtet që pijet energjike japin një energji. Pse këto nga njëherë i përdorin njerëzit? I përdorin për ta shty orarin e gjumit. Për shembull, një shofer kamioni i cili do të arrijë në destinacion të caktuar dhe po i vjen për shembull edhe 2 orë, 3 orë për të mbrinë destinacion, do shta mund ta konsumojë një pije energjike ta shtyje i gjumin. Por pijet energjike nuk janë për ta eliminuar gjumin, për ta zvogëluar kohën e gjumit, sepse nuk do të munden ta bëjnë kurrë një gjë të tillë. Sepse ajo realisht ndikon në tërë organizmin. Tash nuk flasim vetëm për pjesën e zorëve, luktit e të tjera. Tek komandanti ndikon, tek truri. Pikërisht. Mirë. Doktor, cilat janë rastet më urgjente që adreson tek ju? Rastet urgjente janë gjakderet gastrointestinale, duke përfshi hematemezën, e cila nënkupton një vjellje me gjak, është melena, është një jashqitje me ngjyrë fiks të zezë si katrani, dhe është rektoragjia, e cila nënkupton jashqitje me gjak të freskët. Pra jo të zi, po me gjak të freskët. Këto janë urgjencat, duke mos anashkalu edhe gëlltitjen e trupave të huaj. Edhe kjo është një urgjencë gastroenterologjike. Zakonisht ndodh tek moshat e vogla, tek fëmijët që gëlltisin parat metalike ose të patentave. Patent, bateri, diçka kemi dëgjuar. Bateri, kështu janë të fëmijët. Ndërsa tek të rriturit, ndoshta nganjëherë me vetdije, tek rastet veçanta, ose pa vetdije rrallë ndodh. Po me vetdije tek suicide që ndodh, tek konsumimi i materjeve korrozive, siç janë domestos ose diçka e tillë. Po ka pas raste kur edhe kanë gëlltit telefona të vegjël ose diçka. Një historia mjekësore gjëra të tilla. A na tregon një histori kaq të veçantë siç na përmendi me pak fjalë? Nëse ka pasur një rast të tillë? Po ka pas edhe në Kosovë, ka pas për kolegëve të mi kanë rastistë kënë, pra telefona që është bë lajm ndoshta ndërkombëtar, gëlltitja një telefoni të vogël për shembull, për të fshehur ndonjë kontroll të caktuar apo sa diçka të tillë. Ka pas edhe bujë mediale ndërkombëtare. Po, çfarë moshe ka qenë pacienti, doktor? I rritur. I rritur Ka qenë pacienti. Mund ta ketë bërë këtë me vedi të plota? Po. Për ta fshehur një telefon për çështjet personale të tij. Mirë, do ndalemi pak tek moshat e hershme, realisht tek fëmijët të cilët bëjnë themi gabime të këtilla. Në thonjca po i quajmë gabime sepse gjithmonë pa dashje janë të vegjël. Të vegjël ndodh gjithmonë pa dashje, pra konsumojnë pije, konsumojnë gëlltisin materiale të metalike të ndryshme. Metalike. Tani është një indikacion që duhet ndërhim endoskop për të hyrë deri në lok, për të tërhequr sipër gjën e konsumuar, gjën e gëlltitur. A bartin këto një risk të lartë? Po, varësisht prej përbërjes, janë edhe rreziqet. Për shembull, i cekët baterit, nëse bateria arrin të shpërbëhet, pastaj është problematika shumë e madhe sepse është material shumë i fortë alkalin në bateri dhe shkakton shumë e dëmton shtresën e brendshme, sidomos të luktit. Edhe pse mund të kalojë edhe në shtresat të tjera, po sidomos shtresën e brendshme derisa të hiqet, sepse jo gjithmonë është mjeku afër. Çështje të ndryshme nganjëherë vonohet paraqitja e pacientit tek mjeku. Doktor, nëse një fëmijë arrin të kalojë këtë fazën e urgjencës, edhe merr gjithashtu ndihmën nga ju, nga profesionisti i fushës, do të ketë pasojë afatgjoata kjo gëlltitje që e ka bërë më herët? Varësisht përsëri çfarë gëlltit. Nëse gëlltit një para metalike dhe ajo tërhiqet, nuk predispozohet për probleme të tjera, por nëse ka konsumuar për shembull ka gëlltit një bateri, dhe ajo ka arritur shpërbëhet, pastaj pritet edhe të ketë teloshe. Sa është e rëndësishme koha e reagimit në këto raste? Jashtëzakonisht shumë.
Jashtëzakonisht shumë. Në momentin që prindrit hetojnë diçka jo normale, frymëzanie, probleme me gëlltitje të fëmija, gjithmonë duhet pas kujdes, lajmëruar te mjeku më jo fort paraqit natyrën e smundjes, natyrën e problematikës, dyshimet e veta, pastaj gjithsesi që edhe doktori do t'i bën hapat e nevojshëm për diagnostifikim adekuat dhe për trajtim sa më shpejt, sidomos rastet urgjente. Cili është reagimi i parë i atyre fëmijëve të cilët ende nuk kanë filluar të flasin, po që kanë gëlltitur ndoshta një monedhë? Qajnë, kanë probleme për të gëlltit, prindrit shikojnë apo gëlltit ujë, apo nuk po gëlltit, nuk mujnë as ujë me gëlltit. Kjo është ankesa kryesore, por edhe lodrat me të cilat lozin, ata prindrit zakonisht kur janë fëmijët e vegjël nuk i lojnë lodra që mund gëlltiten të madhësisë vogël, kam fjalën. Pra gjithmonë fëmijët duhet lozin me lodra të mëdha që nuk mund gëlltiten dhe gjithsesi prindrit nuk e lojnë kohë gjatë pa mbikëqyrje. Fëmijët kur është koha e shkurtër ata dhe mund ta shohin sepse bateritë nuk mund të piken prej qiellit, ose të merren prej telekomandës ose diçka e cila do të jetë rrotull aty. Pra kjo është gjithmonë kur prindi e heton dhe dyshon. Po gjithsesi kur vetëm dyshon paraqitet tek mjeku bën fotografimet e nevojshme që identifikohet problemi, dërgohet në sallën e endoskopisë dhe tërhiqet sipër gjëja e gëlltitur. Doktor, kur mund të themi se ka qenë vonë për një rast të këtillë? Kur nga lukthi ka kaluar zorë. Sepse prej zorës më është problem të tërhiqet prej zorës soll sipër. Pra nëse arrin ta kaloj zorën, gjëja e caktuar, është okej, sepse me jashtëqitje do të hullet jashtë. Mirë, po nëse ngjes diku në zorë, atëherë pashmangshëm është një operacion. Në çfarë do moshë që je? Absolutisht. Pra edhe musha amadore ta kem parasysh. Sepse ne themi ileos ka bllokim të zorëve. Dhe është gjendje urgjente kirurgjike. Duhet patjetër bëhet një operacion për të hiq problemi dhe për të ngjitur zora me zorë dhe për të vazhduar pastaj jeta. Duke u mos të ketë asnjëherë probleme me atë vend, probleme me atë vend, sepse një zorë e operuar nuk është në tërsinë e vetë. Është varësisht sa zorë duhet hiqet me operacion, aq do të jenë problemet, sepse zora aspiron thith, secila pjesë e zorës thith elemente të ndryshme. Tash nëse hiqet një pjesë e zorës varet cila është hiq. Sepse ajo është përgjegjëse për thithje, për të një minerali, të një vitamini, dhe pse nëse hiqet për shembull në gjatësi pak më të madhe do të pasqyrohet probleme të tilla. Pacientët do të vuan për një smundje pak më specifike, më thënë. Pastaj do të ketë sëmundje përcjellëse të cilat do të shfaqen me kalimin e viteve? Zakonisht jo, sepse është gjendje urgjente menjëherë ileosi, pra nuk punon zora, ndërhyet kirurgjikisht, hiqet problematika, ngjitet zora dhe nuk predispozohet për pas problem. Dallon nëse janë bateritë tash. Bateritë janë diçka krejt tjetër, sepse ato kanë përbërje mbrana. Nëse ka nëse gëlltitet një mjet i fortë dhe nuk ka përbërje brenda, ai vetëm do të ngjes dikun dhe do të bëhet për operacion dhe do të hiqet me operacion. Po nëse bateria shpërbëhet, ajo ka material mbrana, ai materiali pastaj shkakton probleme shumë. Doktor, nga përvoja juaj shumëvjeçare, do doja ta kishim një histori të veçantë që ju e keni pasur me ndonjë pacient. Historit veçantë. E tregoj një shumë është edhe fani, po nuk ka shumë të bëjë me lamin tem. Para ca muajve kisha në klinikën time një pacient pak të moshuar. Dhe familjarët kishin ende për problematika ndryshme në shumë mjek. Dhe secilit mjek i kishin thënë, thuani ta lë duhanin prindi. Edhe mua më thanë. Unë duke ekzaminu një ultrazë abdominal, një ultrazë të barku duke ja bë, po e pes thash, "Oxha, konsumoni pini duhan?" Tha, "Po, pse?" Dhe kur ma tha këtë pse, e pash që është i vendosur për të konsumu duhan. Dhe më thash sepse dashta me të lut diçka dhe e lash kurreshtjen e tij. A është kurreshtar me ditë pse apo jo? Thash, nëse është do të më pyes, nëse jo, atëherë nuk po do me hi në atë fushë. Dhe ai qëndroi, unë duke ekzaminu me ultrazë dhe po më pyet, tha, pse ça dashte me më lut? Thash, dashta me të lut me rrallu duhanin.
sepse melon kishim provu 20 para me, me rallu dohanin edhe mas gjati dorën. Tha, po të premtoj se këtë nga në thonë melon, vetëm ti më thonë me rallu. Edhe kjo ka qenë një shumë fani që më kujtu për momentin. Dhe kur ka ardhur në rikontrol nga 3 pako, për një me kishte rënë në 2 pako. Unë i thash vetëm vazhdo këtu, se ndryshe s'bën. Takimi radhës është vetëm me 1 pako. Ja, nuk e besoj që ndosë, sepse ishte i vendosur për të konsumu dohan. Ishte edhe mosha, kishte pikot të gjatë, koshient për problemet që mund t'ja sjell, mirë po i vendosur në konsumimin e tij. Doktor, si ndikon duhani, me që e hapëm këtë temë, si ndikon duhani tek zorët e lukthi në përgjithësi? Duhani në përgjithësi nuk është gjë e mirë. Konsumohet shumë fatkeqësisht, më shumë është varësi edhe shprehi se sa është nevojë. Unë mendoj që ja nis prej shprehis dhe kalon në varësi. Po nevojë absolutisht jo. Definitivisht shiku statistikat e krejt smundjeve, duhani është njëri prej shkaktarëve që më shumë të smundje në organizëm shkakton. Pra, absolutisht shumë. Shumë pacient, kur them shumë, vërtet shumë hasi pacient që kanë problem me kapakun e lukthit. Populli kështu e njeh. Një ventil i cili ndodhet mes ezofagut dhe lukthit. Dhe njëri prej shkaktarëve është edhe konsumimi i duhanit. Dhe unë çdo herë që kur kam pacient, çdo pacient kur ka problem me këtë kapakun e lukthit, e pyes a konsumon duhan. Them mbi 80% konsumojnë duhan që vuajnë nga kjo smundje. Pra këtu e kum pa edhe vetë e kum prej këtë realitet që për një me duhani shkakton shumë smundje, ose ndihmon në progredimin e smundjeve ekzistuese. Po kafeja? Sidomos kur e vendosim ata pim qysh në mëngjes apo i hapim syt? Kafja ka edhe benefite. 2 dukuri duhet shiku te kafja. Sasia e konsumit dhe koha e konsumit. Në mëngjes, kafeja zakonisht konsumohet për të marrë energji. Ne në mëngjes zgjohemi të freskët, të pushuar. Pse të marrim kafe në mëngjes? Kafja ka përbërje acidike, përbërje të thartirës. Nëse ne e konsumojnë në një lëk të zbrazët, i cili ka pak thartirë, por nuk ka fare ushqim, dhe ne direkt i hudhim thartirë lukthit, atëherë nuk është gjë e mirë për lukthin. Do një lukth i shëndosh mund të i përballoj, mirë, po një lukth me pengesa nuk ka mundësi t'i përballoj. Pra, kafja nuk duhet mirët mëngjes, kafja duhet mirët pas ushqimit, jo me njëherë pas ushqimit, sepse mund të pengoj në thithjen e hekurit prej zorës. Pra, nëse bëhet shprehi vazhdimisht kohë të gjatë, mund të kemi edhe një pagjaksi, një anemi ferodeficitare, sepse pengon thithjen e hekurit prej zorëve. Për atë, kafja mund konsumohet në mesditë 2, maksimum 3 kafe. Ma shumë nuk kisha preferu me e marë. Definitivisht, kafeja është edhe diuretik shumë i fort, pra stimulon për zbrazjen, për lirimin e lëngjeve për organizmit. Pra, kur ne konsumojmë kafe, pritet që të urinojmë më shumë, t'i hupim lëngjet më shumë. Nuk është në këshillat tona mjekësore nuk e preferojmë kafen sidomos e jesull. Po edhe jo shumë kafe, për shembull 2 maksimum 3 në ditë le të konsumohen, mundësisht me ushqimin me lukthin jo thatë. Kanë shumë probleme njerëzit nga më të ndryshmet, po një nga më të shpeshtat që e dëgjoj gjithashtu është sa i përket mënyrës së të ushqyerit, që thonë gjithmonë po ndihemi i fryer, pavarësisht se sa ha. Fryerjet në zorë kanë shumë shkaktar, cilat duhet të eliminu një pacient potencial. Duhet eliminu fillimisht bakteriet, një Helicobacter pylori që i jep shumë gazra. Pastaj pacientët duhet të shiku mos kanë parazit, mos kanë skroja, mos kanë myshje në zorë. A kanë ndonjë intolerancë ushqimore, për shembull intoleranca në gluten apo intoleranca në laktozë, sepse nëse janë intolerant në këto 2 për shembull dukuri, gjithmonë kur organizmi është në kontakt me glutenin apo laktozën, ai reagon dhe rrjedhimisht krijon gazra dhe pacienti e ndjen veten nganjëherë të ngopur pa konsumu ushqim, ose konsumon ushqim jashtëzakonisht shumë fryet. Pastaj ndodh edhe prej
punimit më të ngadalshëm të zorëve, pra konstipacionit kur vjen kapslloku, edhe aty ndodh fryrje e barkut. Pra, janë një gamë problematikash që mund të sjellin që gradualisht duhet hulumtu cila prej tyre është prezente tek një pacient. Në fund të ditës hani, por mos e teproni. Gjithmonë, është thonje shumë e vjetër edhe profetike. Sigurisht. Doktor, faleminderit shumë sot që ishit në moment. Faleminderit, kënaqësia ishte e imja. Faleminderit për këshillat e tua të arta dhe gjithë mjekëve që po i kemi vazhdimisht në studio që po na dhurojnë me të vërtet këshilla ka më të ndryshme sa i përket fushës së tyre profesionale. Ju falenderoj juve që i sensibilizoni popullin për pas kujdes për problematika shëndetësore sa nuk është bën.